sa ka njerëz që e din se një punë që po bën është e keqe dhe don më u pendu, mirë po gjynzohet përballë varësisë, nuk kam mundësi, nuk di si t'ja bëj, jam penduar dhe jam kthy. Realisht i mungon forca me dal nga kurthi i kësaj varësie. Prandaj të ndërvozër, Ramazani është muaj që ti në këtë muaj tashmë realisht i zbulon forcat reale që i ki. Kupton se e mund shmërt. E mund shmërt me lejt pa bukë e pa ujë. E mund shmërt me u falë natën. E mund shmërt me u pendu. E mund shmërt me praktikë në një haram të caktuar e kështu me radhë. Janë të mundshme. Mirë po, të mundshme atëre kur bëhen me Allahun dhe për Allahun xhalla xhelaluhu. Jo vetë s'ke mujt me dal kur, as kimi dal kur. Mirë po kur me Allahun bëhet dhe për hir të Allahut bëhet dhe në rrugt të Allahut bëhet, atëre bëhet e mundshme. Atëre bëhet reale. E pikërisht Ramazani i përmbledh gjitha këto. Ramazani të mundson me qenë me Allahun. Dhe Ramazani nuk agjërohet për askë pas për Allahun. Dhe Ramazani është një shenjë në rrugën e Allahut te barekuhu teala. Andaj gjitha elementet e duhura për të mbledh fuqitë mjaftueshme që t'ia dalim në raport me varësitë tona janë të përmbledhura në muajin e shenjtë të Ramazanit. Prandaj le të mbetet kërkesa kryesore. Le të mbetet të nderuar besimtar, insistimi kryesor gjatë muajit Ramazan, rrugtimi drejt lirisë dhe pavarësisë shpirtërore, morale, madje intelektuale, që njeriu të del në nivel tjetër mbi materialen, mbi epshin, mbi kënaqësinë e përkohshme, në një botë tjetër të kënaqësive të përjetshme të asaj që Allahu xhallahu ala i ka premtuar edhe në dunja, pastaj edhe në ahiret.